Shtegu drejt Kuranit. Pozita e shariumve. Njëherë njëri prej të afërmeve të mi më ka treguar një ngjarje. Këtë ngjarje më tregoi para rreth 15 viteve. E tregoi këtë ngjarje duke u shpalosur në detaje, pa ja vënë veshin se çfarë po thoshte. Mirë po ky rrëfim i tij nuk po më hiqet ende nga mendja dhe më kujtohet kohë pas kohe. Ky afërmi im jeton në një fshat me lartësi mbi detare më të madhe, në pjesën më të lartë të Nejdit. Ai më tregoi se gjatë netëve të freskët të vitit, i ndalte kondicionerët e ajrit dhe flinte afër dritares duke lënë të hapur. Ai e dallonte se kur bëhej pjesa e tretë e natës, nga zëri një plaku të këtij fshati. Ky plak shkonte në xhami në natën e tretë, në pjesën e tretë të saj. Në xhami e shtronte sexhaden e tij të gjatë dhe fillonte të lexonte Kuranin në namazin e tij sipas leximit që e bëjnë njerëzit që janë të shtyrë në moshë. Ky ishte një zakon i tij, i cili përsëritej për çdo natë. Qysh kur më tregoi i afërmi im këtë tregim, unë po prisja rastin me padurim për të takuar këtë plak që ta shikoj namazin e tij në këtë atmosferë shpirtërore. As sikur ta shija. Kohë pas kohe e kapte mjekrën me dorën e tij. Pastaj thellohej në leximin e tij për një kohë të gjatë pa u ndalur. Më dukej sikur të më kish kapur zemrën time përmes enëve të saj. Leximi i tij nuk ishte perfekt sipas rregullave të texhuidit, e as zëri i tij nuk ishte zëri më i bukur që kam dëgjuar. Mirë po betohem në madhërinë e Allahut, me sinqeritet dhe bindje të plotë, se rreth tij ndjeja një atmosferë ndriçuese, ndërkohë që ai po lexonte Kuranin me vëmendje. Është fakt se Kurani në përgjithësi është mjaftueshëm i fortë për të ndikuar dhe për të tërhequr vëmendjen e atij që e dëgjon. Por këtu fshihej edhe një detaj tjetër i rëndësishëm që fillova ta prekja nga fundi. E ky detaj është kur Kurani e zë vendin e tij natën, është një botë krejt tjetër. Pastaj është akoma më e dukshme vlera e tij në momentet e qeta të natës. Ky njeri i moshuar, plaku i Kuranit, vdiq para pak vitesh, Allahu e mëshiroft me mëshirën e tij të gjerë. Mirë po, kush është ai që ma nguliti tregimin e tij dhe lezetin për këtë tregim në kokën time? Në të vërtetë, ajo që më përkujtoi këtë tregim të vjetër është tregimi i ngjashëm të cilin e lexova përgjatë shfletimit të Sahihul Buharit. Unë jam i sigurt se pasi ta lexosh edhe ti këtë tregim të Buhariut, nuk do të humbet lidhja që ke mes këtij dhe atij tregimi. Buhariu e shënoi në Sahihun e tij këtë hadith të profetit paqja qoftë mbi të, i cili tha: Unë i njoh zërat e grupit të shariumve përmes leximit të tyre të Kuranit natën. Madje e di edhe vendet e tyre ku ndodhen gjatë natës nga leximi që i bëjnë Kuranit. Por nuk e di ku ndodhen dhe ku shkojnë ata gjatë ditës. Shiko se si nuk e dinte profeti paqja qoftë mbi të ku ndodhen ata gjatë ditës, por ishte në gjendje të identifikoj vendin se ku ndodheshin ata atëherë kur binte nata. Kjo për shkak të asaj që derdhej nga dashuria për lexuesit e vëmendshëm të Kuranit. Kjo është pozita e shariumve. O Zot, për Allahun, a nuk je në gjendje të prekësh ngrohtësinë e mahnitjes së të dërguarit të Allahut paqja qoftë mbi të me këtë lexim të vëmendshëm dhe qetësues të tyre në shtëpitë e tyre gjatë natës? Qartësisht, profeti paqja qoftë mbi të nuk po na tregonte thjesht për leximin e tyre të Kuranit gjatë natës, por mes rreshtave e ndjen mahnitjen e tij me zërin e tyre kuranor e magjepsës. Deri në atë shkallë, sa që kishte mundësi ta përcaktonte edhe burimin e këtij zëri, deri në detaje dhe hollësi më të imta, madje në errësirën e natës së errët, edhe pse profeti paqja qoftë mbi të i pa gjatë natës, ai nuk harroi t'i tregoj gjatë për shkak të përshtypjeve të forta që i lanë. Në këtë formë, po i shpaloste ndjenjat e tij, madje i di edhe vendet e tyre ku ndodhen gjatë natës nga leximi që i bëjnë Kuranit, por nuk e di ku ndodhen edhe ku shkojnë ata gjatë ditës. A mund ta besosh se unë me të vërtetë ndjej një dashuri të zjarrt për këta esharinë? Zëri i tyre gjatë leximit të Kuranit natën e provokonte mahnitjen e të dërguarit të Allahut, nga që mu futën keq thellë në zemër, këta esharinë më shtyn t'i futem studimit e të mësoj më shumë për ta dhe rreth tyre në libret e historisë.
Nuk e mohoj se kam hasur përgjatë studimit rreth tyre në disa vlera që kishin, por nuk më ka ngopur dhe as nuk më shuar kur e ishtja deri në këto çaste. Ende nuk kam mundur t'i mësoj të gjithë detajet e gjallërimit që i bënin natës të tyre përmes librit të Allahut. Prandaj po i lutem Allahut të jeti kënaqur me Esharinë. Profeti paqja qoftë mbi të, padyshim që dëgjonte tek lexohej Kurani edhe gjatë ditës, por pse ja tërhoqi vëmendjen aq fort Eshariunve dhe e tërhiqnin përmes zërit të tyre nga shtëpitë të tyre? Unë nuk e di këtë me siguri, por atë që mund ta them me hamendje është se edhe kjo është prej sekreteve dhe fshehtësive të Kuranit të natës. Ajetet e Kuranit, kur ulen mbi rret e qiellit, ato pikojnë një qetësi shpirtërore të veçantë. Jehona, lexuesi të Kuranit, mes dallgëve të natës të qetë dhe një tregim qetësues për shpirtin. Unë kam hasur edhe në tregime të tjera ku provohet dashuria e profetit për zërin e lexuesit të Kuranit natën. Në Sahihun e Imam Muslimit shënohet transmetimi i Ebu Musës, i cili thotë se profeti paqja qoftë mbi të ka thënë: "Ah, sikur të më shihje mbrëm, po të dëgjoja tek po lexoje Kuranin." Duket sikur të dërguarit të Allahut paqja qoftë mbi të, i shtohej kureshtja kur dëgjonte ndonjë lexues që lexonte Kuranin në mes të errësirës së natës, deri në atë shkallë saqë kur gdhinte, i njoftonte shokët e tij për këto lexime që i bëshin Kuranit të natës. Ah, sikur të më shihje mbrëm, po të dëgjoja tek po lexoje Kuranin, dëshmojnë se profeti paqja qoftë mbi të ja kushtoi të gjithë vëmendjen e tij kësaj çështjeje. Tregojnë se ai pushoi i heshtur dhe qëndroi duke dëgjuar. Mos harro se i dërguari i Allahut e dinte Kuranin nga që ja kishte mësuar Allahu atij. Por prapse prap, me gjithë këtë, heshte për ta kapur burimin e zërit të Kuranit me vëmendje. Ndërsa më pas, i njoftonte edhe shokët e tij për këtë. A thua vallë pse? Këto janë sekretet të natës shpirtërore të fshehura në brendësi të Kuranit, veçanërisht kur thyen terrin dhe qetësinë e natës. Madje nuk ndikohen vetëm njerëzit me këtë. Edhe engjëjt e flakën mbulesat e tyre në një ditë, në ditën kur jehonte zëri i atij sahabiu me Kuranin. Kjo është regjistruar në Sahihun e Buhariut, transmetim i Useid ibn Hudairit. Ndërkohë që ishte duke lexuar pjesë nga surja El Bekare, ai tregon: "E ngrita kokën duke drejtuar nga qielli. U befasova kur pash diçka sikur hija të cilën po ndriçonte. U largova që të mos i shoh. Ndërsa i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të më tha: "A i din se ç'i janë këta?" Unë i thash jo. I dërguari i Allahut më tha: "Këta janë engjëjt. Të janë afruar për shkak të zërit tënd. Sikur të vazhdoje leximin e Kuranit, do të mund t'i shihnin edhe njerëzit. Ata nuk do të mbuloheshin për të fshehur nga njerëzit." Sa herë që dëgjoj tek lexoje surja El Bekare, në veçanti në ato pjesë të cilat kanë ndikim të jashtëzakonshëm në mendjet njerëzore, mahnitem. Në surën El Bekare ka pjesë të cilat e shkundin një shpirt duke e dridhur fort atë. Vetëm ajeti Kursi është i mjaftueshëm për këtë. Në të përshkruhen cilësitë e madhështisë së tij hyjnore. Në të është tregimi i kthimit të fytyrës së të dërguarit paqja qoftë mbi të nga qielli, me fytyrë të një lypsi për të kërkuar ndryshimin e kiblës. Në të është tregimi se si u sprovua Ibrahimi a.s. miku i Allahut. Aty tregohet me ç'fjalë u sprovua dhe se sa imam i madh i fesë ishte ai. Aty tregohet për Benu Izrailët, për fiset e tyre. Treguan se si u kërkuan luftën e pastaj dezertuan, etap pas etape. Ka edhe shumë gjëra të tjera mahnitse. Ajo që po thosha është se sa herë që dëgjoj ndonjë lexues tek lexon diçka nga surja El Bekare, më kujtohet zbritja e engjëve bashkë me nurin e tyre në kohën kur Useid ibn Hudairi ishte duke lexuar Kuran në mes të krahave të territ. Përse ulën engjëj duke zbritur si kandila ndriçues dhe dolën nga mbulesat e tyre. Kjo është prej mrekullive që ka mundësi ta sjellë vetëm libri i Allahut, i cili e i kalon qetësinë e natës. E ja të meditojmë për një tregim akoma më çuditshëm se të gjithë kjo. Profeti paqja qoftë mbi të, i këshillonte shokët e tij përmes metodave të ndryshme, të drejtë për drejta dhe të rthorta,
që të lexojnë Kuranin gjatë natës. I dërguari i Allahut, paqja qoftë mbi të, përçonte mesazhe përmbajtësore të komunikimit me shokët e tij. Ai përpiqej të mbillte në zemrat e tyre dëshirën e flakt për leximin e Kuranit në kohën kur terri e mbështillte Medinën. Një prej shembujve të shumt është edhe tregimi kur një nga ndejat kur ish prezent edhe profeti paqja qoftë mbi të, u përmend një sahabi me nam, Shurej Hadramiu. E profeti paqja qoftë mbi të e lavdëroi në atë formë që nuk është as pak e vështirë të kuptohet mesazhi i tij. Ja përmbajtja e këtij mesazhi. Imam Nesaiu edhe të tjerët e kanë shënuar këtë hadith të saktë. Shurej Hadramiu u përmend duke qenë prezent i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të. Pasi u përmend ai, i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të tha: ai është njeriu që nuk e bën njastik Kuranin. Më lejo fillimisht të tregoj se kur e kam lexuar për herë të parë këtë hadith, nuk e kam pasur të qartë se çfarë kishte për qëllim profeti paqja qoftë mbi të. Nuk e dija ç'kuptim kish fjala nuk bën njastik Kuranin. Allahu na ruajt, a ka ndokush që e shfrytëzon si as të Kuranin? Pastaj kuptova. Ai nuk flinte natën për shkak se nuk donte të linte pjesën e tij të leximit nga Kurani që kishte përcaktuar për secilën natë. Elokuenca profetike është madhështore. E ka krahasuar atë i cili fle pa lexuar diçka nga Kurani, sikur të kishte bërë Kuranin njastëk të tij. Ky tekst i këtij hadithi mund të kuptohet dy anshëm. Nga njëra anë mund të kuptohet si dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të e lavdëron atë që nuk e bën Kuranin njastëk, dhe nga ana tjetër mund të kuptohet se ai paqja qoftë mbi të ja numëron si mangësi atij që e bën Kuranin njastëk. Ibn Xhauzie ka përzgjedhur anën e parë duke konsideruar si më të saktë. Por, sido që tjetë, ajo që është e rëndësishme është forma se si është shprehur i dërguari i Allahut paqja qoftë mbi të. Kjo elokuencë profetike dhe e prekshme tregon për pozitën që ka Kurani i lexuar natën. Pra, shkëmbimin e leximit Kuranit me gjumë, profeti paqja qoftë mbi të e ka konsideruar si shndërimin e tij në jastëk. Duket sikur jastëkët tanë i kemi fryrë me gjumin e gjatë që bëjmë mbi ta. Andaj, o Zoti ynë, na mëshiro për këtë gjendje që kemi dhe mos na bëj prej atyre që i shndërojmë ato që i kanë mësuar përmendësh nga Kurani në jastëkët e tyre. Në librin e Allahut paqja qoftë mbi të, si sinjalizues dhe tregues për bukurinë që ka leximi i shpalljes gjatë natës, është edhe lavdërimi që i bëri Allahu një populli. Allahu, duke treguar për cilësitë e tyre, tha: megjithatë, ata nuk janë të gjithë një lloj. Disa nga hitarët e librit janë në të drejtën. Në orët e natës lexojnë vargjet e librit të Allahut dhe falin namaz. Suratu Al-Imran 113. A je në gjendje ta pengosh pikëllimin ndërkohë që je duke imagjinuar këtë popull, të cilin e donte Allahu, në mesin e të cilëve kishte prej atyre që i lexonin pjesë të shpalljes në kohën kur njerëzit e tjerë ishin të strukur në shtretërit e tyre. Allahu i lartësuar e çmoi këtë vepër të tyre, prandaj e bëri këtë tregim të përjetshëm në librin e tij madhështor. Njëherë ndalova për të medituar rreth këtyre ngjarjeve, rreth këtyre tregimeve kuranore dhe profetike që flasin për madhështinë e Kuranit të natës. Po e pyesja veten: a thua vallë pse është kështu? Kush është shkaku? A ka ndonjë sqarim shkencor për këtë? Nuk arrita dot tek ndonjë përgjigje e kënaqshme, mirë po, i gjeta vetëm disa shenja dhe tregues në librin e Allahut. Kurani, përmes disa treguesve, na ka sinjalizuar se nata është vendi më natyral i qetësisë dhe i pushimit. I madhëruar i thot: a bën të feks drita e agimit? Ai e ka bërë natën për pushim. Suratu El-Enam 96. Gjithashtu i madhëruar i tha: vallë, a nuk shohin ata që ne kemi bërë natën për pushim? Suratu En-Neml 86. Pra, në brendësi të qenies së njeriut, është ngulitur nevoja për të pushuar gjatë natës. Në këtë kohë njeriu është i gatshëm të shijojë lezetin e qetësisë. Edhe shpallja hynore vetvetiu është prej atyre shkaqeve më të mëdha që e fut në zemër rahatin, qetësinë dhe pushimin. Në këtë kontekst
është sqaruar arka e përmendur në fjalën e Allahut të lartësuar. Profeti u tha atyre: "Shenjë e sundimit të tij është ardhja e arkës. Aty ka qetësi për ju nga Zoti juaj." Suratu El-Bekare 248. Kështu sqarohen edhe dhimbjet shpirtërore të atij që ja kthen shpinën Kuranit. I lartësuari thot: "Kushdo që i kthen shpinën këshillës sime, do të ketë jetë të mjeruar, dhe ne në ditën e Kiametit do ta ringjallim të verbër." Suratu Taha 124. Nuk mund ta përjetosh lumturinë e vërtet të jetës pa që një njeri me iman. Kështu Allahu i madhëruar thot: "Cili ndo mashkull apo femër që kryen vepra të mira, duke qenë besimtar, ne do ta bëjmë që të kaloj jetë të bukur dhe do ta shpërblejmë sipas veprave më të mira që ka bërë." Suratu En-Nahl 97. E gjithë kjo që dua të them është të meditojmë për rëndësinë që ja kushtoi profeti paqja qoftë mbi të, burimit të zërit të Kuranit që lexohet gjatë natës. Ai paqja qoftë mbi të tha: "Unë njoh zërat e grupit të esharimve përmes leximit të tyre të Kuranit natën." Ose kur i tha Ebu Musës: "As sikur të më shije mbrëm, po ta dëgjoja tek po e lexoje Kuranin." Ose kur profeti paqja qoftë mbi të e lavdëroi Shurej Hadramiun duke thënë për të: "Nuk e bën jashtëk Kuranin." Ose kur zbritën engjëjt sikur të ishin kandil ndriçues duke qenë të magjepsur pas zërit të Useid ibn Hudeirit, i cili ishte duke lexuar surën El-Bekare gjatë natës. Ose lavdërimin e Allahut për këtë popull që ishin: "Megjithatë, ata nuk janë të gjithë një lloj. Disa nga ngejtarët e librit janë në të drejtën. Në orët e natës lexojnë vargjet e librit të Allahut dhe falin namaz." Suratu Al-Imran 113. E shumë shembuj të tjerë. Ai që mediton për gjitha këto, a mund të sorollatet nëpër kafenet e qyteteve bashkë me shokët e tij gjatë gjithë natës? A ka mundësi të qëndrojë zgjuar gjithë natës duke shfletuar në internet, në YouTube video të ndryshme? A mund të lejoj të shkoj pjesa më e madhe e jetës e gjithë trashëgimi që lë pas të jenë disa komente në rrjetet sociale? Kështu është kjo jetë. Ajo nuk ndalet. Njerëzit rreth nesh janë ata që ndalen dhe pushojnë. Për këtë pothuajse nuk kalon java pa dëgjuar shprehjen: "Allahu ju lash të shëndosh për të vdekurin tuaj." A thua vallë kështu do të lejosh të harxhohet jeta? Në gjëra të kota dhe në shuarjen e kureshtjes për to? Hiç pa e ndjer lezetin e leximit Kuranit të Allahut gjatë natës?